Kur të marrë, veç mi numru është problem, veç mi numru. Edhe kretat ta familjari shanën. Edhe hala nuk e ndëgjova as një gjykim, për shembull të një polici, një paraoshtaraki, një oficeri që ka marrë pjesë në përdrejnisë. Ama nuk e ndëgjova. E tash me u marrë, me i gjuku njerëzit, nëse kanë bo vepra të liga, edhe këta të katrit që janë atje që unë kam respekt për të katrit, e në veçanti për Basin Jakub, e kam një respekt jashtëzakonshëm për arsye se njeri që prej që ka folë Zoti ka punu për këtë vend, edhe kam një farë bindje që si shthëmi ne në gjuhën se shqiptarët e kanë pas këtë kulturën, as grus nuk i ka rashu blak, se lemo dikuj tjetër. Më është problemi, po këta ndërkombëtarët kanë njerë po kërkojnë drejtësi prej viktimes, e jo prej ati që ka shkaktu viktima. Më pëlqej fjala Hashimit kur tha, nuk e keni luftu, tha, ranë zezë që ka qenë mbi Kosovë, e po mënu në neve me në bo një ranë zezë, një ratë zezë. E lexova edhe, e ngova edhe, shumë pak se s'po taku, edhe deklaratën e Kadriut, dhe me thonë, deklaratë shumë dhe me thonës. E ndëgjova edhe Basin Jakub, e ndëgjova edhe Regjën, kur e tha fjallën që edhe nëse të nuhemi, unë edhe nëse këthejem në herë, këthejem në Kosovën e lirë. Si mbas me e met një fjallë mongë, edhe një fjallë me thonë që me dole alo me madhe, po edhe nëse vdes në burgjet e Evropës, ligjë keni me këthy gjenazën në Kosovë. Atëherë gjenazë jam e këthejet në shtetin e Kosovës, shtetin e lirë. Pra, ne nuk jemi kundër drejtësisë, gjykat çdo kush, se do të me marë pjesën edhe ka pas gabime gjatë luftës, ka pas gabime ndoshta edhe pas luftës, do të me qitë dorën në zemër. Ati që ju ka vra baba, ju ka vra vllavi, ju ka vra djali, normal që ka plotësisht të drejt me lyp drejtësi. Por drejtësi me vëzbulu kush është kriminali, kush është ai që është dorasi. E jo vetëm pse ke qenë përgjat, pse jeti hoxh, që ka bojnë xhamati, unë s'moj me do llogari për këtë xhamat. Unë jap llogari për veten time, për xhamatin e ka për detyrë shteti, policia, prokuroria, gjykata më morë. E jo më vëgjokune për shkak se xhamati me bani vepër të pajeshme. Shumë e qartë, falenderoj shumë që gjete kohë të vish sot, e di që zakonisht keni agent të ngjeshur. A je i thirrur në për shumë iftare apo jo? Tash ka ndryshuar e kohë, unë pak prej të këty në restorane, po veç sonte ja fillon dhe më ftesat, edhe është kënaqësi. A ka iftar me politikan në këtë muaj? Mund me pas, po tash në krizë zgjedhë më nuk hija. Mase s'ka fushat jo. Mase s'ka fushat jo. Mirë është edhe politikan me bo, po mund me daj që institucionet duhet me bo, jo politikan. Ma shkur institucionet duhet edhe me bo, me bashkësit fetare, me hoxhallarët, kryetarët e komuna, me kryetarët e bashkësive islame, me hoxhallarët e komunës, qeveria, presidenca, kryetari i kuvendit, me bo me institucionin kryesor të qendrës. Pra, unë mendoj që